Jemi rikthyer të nderuar të shikues, jemi rikthyer në pjesën e tretë të emisionit. Ndonjëherë ne ndodh që të ndërtojmë çimin e re edhe me 3 pjesë. Kur ka ngjarje, por dhe kur ngjarjet janë domethënë zakonshme me ngjarjet të gjithçka këtu në vendin ku jetojmë. Kur s'ka ngjarje. Edhe kur s'ka ngjarje, gjithçka këtu është bërë zakonshme tani, nuk ka rëndësi. Vetëm që janë paksuar këto arrestimet dhe vrasjet, ka ndodhur gjë mirë shumë që nuk ka më. Ka zbulime grupe armiqësore. Grupe armiqësore pikërisht në këtë pjesën e tretë, ne do të jemi për një grup armiqësor, grupi i fundit armiqësor në Partinë Demokratike, ku kanë dalë 2 tradhtar, pritet dhe i treti. Njërin prej tradhtarëve që është përjashtuar, unë nuk e kam, për arsye se ka ikë në Poloni, shkreti, për të parë futbollin, që të merë edhe Monduka, erë pas erë, popullatën e këtij vendi e tregj dhe ai, edhe po të mundemi, e kupton. Vazhdon të jetë me mua nga pjesa e dytë zoti Nazarko. Pra, si që dini, nderuar të shikues, siç e tham, Partia Demokratike ka nisur të identifikojë tradhtarët në radhët e veta, të shtoj. Do të thonë, grupet armiqësore në Partinë Demokratike kanë qenë për herë 100, më shumë 200 se grupet të kohën e Enver Hoxhës. 2 të fundit janë Arlind Boshku dhe Dritan Burgia, në Këshillin Bashkiak të Durrësit këta. Pjesë e rëndësishme e Partisë Demokratike, dhe tani ata, partia i ka përjashtuar dhe Flamur Noka i ka shpallur agjentët e Edi Ramës. Direkt. Që agenturat ju e dini këtu, me shehu agjentat e ret gjitha. Për këtë do të bisedojmë në këtë pjesë, si që thash. Dhe unë do të kem në studio zotin Dritan Burgia, këshilltar në Këshillin Bashkiak Durrës. Faleminderit për ftesën. Këshilltar dhe mund se ti ke ikur. Unë jam këshilltar. Unë jam përjashtuar si grup i Partisë Demokratike. Si grup ke hequr nga Osapja? Jo. Këshilltar, unë jam i zgjedhur me votë. Nga qytetarët e Durrësit. Po nga je përjashtuar tani ti se ti ta kuptoj popullata se popullata ka të vështirë, se ka lloj-lloj përjashtimesh te kjo partia juaj. Grupi i këshilltarëve të PD-s përbëj prej 7 vetësh deri tani, sot janë me përjashtimet tona janë 5 këshilltar nga Partia Demokratike. Grupi i mbetur është 5 veta. 5 veta? Po, në Bashkinë Durrës. Nga Partia Demokratike jeni ju? Po. Që ti tani si jemi me Partinë Demokratike, ti mund të kalosh me Dramën tani. Se edhe s'ke arsye tjesh. Unë kam zgjedhur. Se është marrëdhënie interesi është kjo botë. Mentor, njeriu kalon, se ka hallet e veta, punët e veta. Tani ti u thire për të përjashtuar. Është edhe Ndrec Pjetri, ish kandidat për deputet dhe një nga njerëzit që Ndrec mirëmbrëma të dyve tani njerë, por ti ke kandiduar për deputet. Sa vota ke marrë ti atje? Rreth 5.000 vota. Sa? Rreth 5.000 vota. 5.000 vota ke marrë atje. Po, por unë kam kandidu në siglin e zotit Duka, se për partia ime, PD-ja, si që ndodhë në rastin Burgisë të Boshkut, nuk ka vend për njerëzit që kanë vota dhe kanë influencë. Dhe të kalon në parti tjetër, fqinje? Jo, nuk më ka kalu. Nuk ka kalu, ma ka dhe mundësinë zotit Duka. Sa ka dhe mundësinë që ti të kandidash? Shansi që s'ma dha PD-ja, ma dha... Tani, Gron Duka. Unë të kam thirrur ty për të pyetur edhe për me ty që ka ndodhur gjithë, megjithëse ke marrë gjithë këto vota dhe ç'është gjendja e kësaj partie aty. Dhe ti ndërkohë mund kam idenë që mund të jesh dhe ti kandidat për larg qoftë për të përjashtuar. Jo, kjo histori bashkë me mu ka ndodhur me 2 kandidatë tjerë në zgjedhjet e 11 maj që janë përjashtu. Domethënë bashkë me mu në siglin e PD-s nuk është as Aulon Kalaja, as Andi Aulliri, që në të 3 kemi marrë rreth 20.000 vota të 3 bashkë, asnjëri s'është në siglin e PD-s. Asnjëri s'është. Praktikisht model përjashtimi ky, thjesht nuk është me firmë e vul. PD-ja në Rang Çaku ka marrë 50.000 vota, ne të 3 kandidatë që PD-ja s'kishte vend për ne, ka marrë 20.000. E kupton absurditetin që leadershipi që është aktualisht? Tani, zoti Burgia, fillojmë bashkë tani. Nazarko dhe ti ndryn her pas here dhe edhe të çuditur, po njëkohësisht dhe pyet. Edhe mund të çuditesh. Tani, Jo të tonë të kokën. Di thua është dhe njëri popullatës më duket pashtë në një televizion, për nuk ka rëndësi, më thuaj, se nuk duam ti. Se thonë pse na përmendet emrat e gjithë. Dhe diku tjetër je shprehur ti. Zoti Burgia tani çfarë ndodhi konkretisht që çojnë në përjashtimin tuaj nga radha e PD-s? Për çfarë ju akuzon
partia, cilat janë partia të dënon tani dihet kjo punë, po për çfarë konkretisht? Partia ime të dënon. Partia ime, po. Partia ime të dënon. Çfarë ndodhi tani që ti e hëngre këtë gjë? Puna është që unë kam në 2 ditë që po kërkoj ta gjej se çfarë ka ndodhur, po me thënë drejtën nuk kam në një përgjigje në çdo dalje time dje publike, unë kam kërkuar që faktet për cilat është ndërmarrë ky akt të bëhen publike, siç u bë akti i shkarkimit për mua edhe për Alind Boshkun, publik, të bëhet edhe të bëhen dhe faktet. Pra nuk e ke akuzën, nuk të kesh dhënë akuzën në dorë. Fare. Unë u njoha nga mediat, nga gazetarët lokal që më bënin telefon edhe thoshin në shiko se ka dalë një shkres shkarkimi, di në gjëti. I thash nuk di gjë, po informohem dhe pash që një nga televizionet, një nga portalet e kishte nxjerrë shkresën, me thonë drejtën edhe u surprizova edhe shkënjë. Pra ti nuk je i qartë. Nuk jam i qartë. Ore, foli doktori sot, më thënë. Qa është Neni 24, Ylli, se kjo është interesant. Neni 24, Neni 24 është... Statutit PD-s. Neni 24, unë nuk e... Që 55 ka qenë kjo agitacion propagandës që të putin në burg. Qiko, ato janë referu, një sekund, janë referu... Neni 24 qëtën, Flamuri ka firmos të dokument. Po 24 njëshi ka qenë ai që thot kjo? Këtu... Neni 24 thot thyrje e disiplinës brendshme të partisë, ndërmarrje e veprimeve në çdo formë apo mënyrë që dëmtojnë interesat elektorale apo politike të PD-s-s dhe mos plotësimi i detyrimeve të antarësisë janë sanksione dhe kufizime drejta të antarit PD-s-s. Tani, minimalisht për thyrje disipline bëhet një procedurë, nëse unë kam thyr disiplinën. Bëhet procedurë për çdo antar të thjesht. Jo mo që unë kam qenë drejtuesi e asaj dege dhe minimalisht drejtuesi degës Durrësit. Po. Kam qenë drejtuesi degës Durrësit nga 2021 kur u bën ndarja me ngjarjet që ndodhen atëherë. Domethënë ne kemi tradhtarën e fundit kemi ish drejtuesin e degës Partisë Demokratike të Durrësit. Edhe aktualisht isha kryetar grupi i këshilltarëve të Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak Durrës. Po. Dje, ju referu të fjalëve doktorit dje, po... Ja, shko, diçka morëm ne, nëse e kini këtë, jenë ndihmon fjalët e doktorit. Disa fjalë i kemi marrë ne. Doktorit thot shumë fjalë dhe është vështirë ti perceptosh të gjitha, po tani e kemi fjalët e doktorit, se më bëri shenjë. Ta dy zotëri janë denoncuar nga Sali Berisha për qëndrimet e tyre antistatutore gjatë fushatës elektorale dhe qëndrimet si këshilltar të Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak të Durrësit. Njëri kryetar, tjetri këshilltar. Pra, ata që pretendojnë se janë dëshkuar për fjalët, për mendimet, ata mashtrojnë veten dhe mashtrojnë të tjerët. Pra, doktori direkt ju pas ka denoncuar doktori. Po, nga ka pra, se ti duhet jesh i qartë, a këtë parti këte. Doktori vetë ka marrë vendim që t'ju denoncoj. Ju ka denoncuar tani ai dhe ju përjashtojni pse. Ti çfarë preteni ti? Ke të marrë vendim doktori për denoncim dhe ti të mbetesh aty? Se ti që nga abicin, pas ti e meriton përjashtimin. Po, e meritoj, pa tjetër. Jo, ti meriton të përjashtojë, se unë nuk e kuptoj këtë gjithë. Shiko, doktori ka dalë, ju referu disa daljive të veta publike, ditën e nesërme të takimit me Ervin Saljanin Durrës. Ka bërë ca deklarata atje që salla u mbush nga Ani Dyrmishi, njerëz që kanë punu për Ani Dyrmishin, do me thonë njerëz të PD-s që kanë punu për Ani Dyrmishin, por kur nuk i ka vu emër dhe thjesht
aludime për njërin për tjetrin nuk ishte gjithë sakt ke kjo gjë. Nuk e njohim as Ani Durmishi. Ani Durmishi është deputet. Rrethana cila është që ti ke organizuar. Po përmendëm emra kështu, shikuesi nuk të ikë pastaj. E kalon në televizor. Votuarit Po deputet. rrethana është që Ti ke organizuar takimin Salianit. Kjo është arsyeja. Ne një grup. Ore ti je lidhur tani ti mos i bjem nga krushka. Po, i bim nga duash. I bjem drejt për drejt. Ju jeni edhe si agentë, duke qenë në Bashkuar Salianit, ju tani dilni agent. Se të Flamuri ka thënë dhe agent. Do me thënë duke qenë me Salianin, Saliani është agenti me Tiranën se këtyre, numri 1, dhe dilni dhe ju agent tani, me që kuptova unë. Këto në thuaj ti, lere Durmishi Po, këta. e diti kush është problemi, Popullata nuk të dëgjon për problemi im që unë jam për herë dytë agent. Unë kam qenë agent edhe kur dola kundër Lulit, pro Berishës. E, po atere, Jam agent në përsëritje. i Po, meritoket. bërë një herë, bërë disa herë. Po. Po, bërë agent njerë, ti e pas ke zakon këse? Po, e kam zakon, Agenturën. me fjalë, po puna është që... Kone Lulit të dënove ti? Në kohën e Lulit çfarë? A dënove si agent? Po, u dënova, pa tjetër, u dënova. Edhe Luli këto fjalë që po thot Flamuri me doktor Berishën, po tha dhe atere. Ai me një ndryshim që ai s'nxorri akte, shkresa për... Nuk e beri këtë që firma që ka edhe Flamuri. Do me thënë, thua ti, po e ka bërë dhe Luli këte, do ishte dhe doktori e ka bërë që atërë, se doktori e kishte për të... Po, tashi, kështu si erdhën punët, atje mund të ndodhi që vjen dhe Luli, se pasi u përjashtum ne që e përkram foltoren, unë isha drejtuesi foltores në Durrës, 3 vjetë, derisa vendosa mos isha, do më thonë, ta leja vetë Tani, drejtimin. si jeni me radhë, do më thoni mua, si jeni bashkuar me PD-n dhe sa vite keni në këtë parti? Unë me PD-n e mbaj men veten në 90-ën përballë policëve të asaj kohe. Sa vjetë që ishe atëri ti? Unë jam datidja 73, jam 52 vjeç sot dhe kam qenë 17 vjeç. 17 vjetë që atëri dore ti? Po, ditët e para, kur fillun revoltat, madje unë po të them edhe tjetrën se ti më thu 17 vjeç, po unë kam pas dhe vllajin që më shumë ishte aktiv ai 14 vjeç që gjunte me gur policëve se sa unë. Kështu që deri ditët që ne pastaj ikëm me eksodin e 91-shit, kemi qenë pjesë e zhvillimit asaj kohe. Pastaj, pas jemi kthyer, jemi angazhu dhe ky angazhimi politik fillon avash. Një herë hyn për miqësi, një herë hyn se t'japin një pozicion, e kam filluar si antar, edhe deri në momentin që u bëra kryetar. Në me thënë ti ke një mosh me Partinë Demokratike? Patjetër, në zhvillimet e atërshme... Do me thënë, jo një mosh, se atëre ishe 17 ti, po, do me thënë ti ishe aty në mosh politike kur lindi partia. Unë mund të... Partia lindi dhe ti u lëshove të partia i gjithi. Patjetër, edhe për ardhjes familjare... I persekutuar i ti? Po, i persekutuar. Po ti pas ke patur dhe arsye. Kam arsye, po. Edhe doktori, por doktori e mori partinë e gjitha, por nuk ishe lidhje me persekutimin e këto gjitha, por nuk ka rëndësi kjo. Tani, Zotin Dres, tani ti ishe tham kandidat, folëm për deputetet gjithë, morë 5.000 vota, e gjitha, po votat i shkuan PD-s. Vetëm ti ike për... Tani ti shben aty. Ska mi, vazhdojmë atë. Që kur je në parti? Ti e aty akoma, parti? Nuk të kanë thirur, nuk të kanë lemëruar. Përcakton do të njëri, shiko. Lere mos e kështu do dhe Saliani, po i bjen me hunë, e thyej në mes po të afrohet aty. Vë Flamuri 2 veta të bjen ata. Të një me këfleti. Shkalla krasimit është e mirë, po jo gjithmonë e sakt. Unë të PD jam themelit djathë, që do thotë që parë se të vinte komunizmi, familje ime është familje djathë dhe jemi të përsekutu. Shka pasoj, baba im s'ka pas zgjedhje për me zgjedh të majt apo djathë, sepse ka pas trashëgimi familjarë djathët, kështu e kam me dhonë. Dërsa aktivizmin tim të plotu, në kam qenë kur kam mush vitet për me qenë aktivist. Pjesë të rrugtimit politik, pastaj kam njës, pasi kam bota të më vjeç. Sa jetë tani ti, Zotë Pjetri, ti je me originë nga... Nga Mirdita. Ti je me originë nga viset e doktorit, do të thotë. Ja, jemi pak më larg, pak më poshtë. Më poshtë, sigurisht. Mirdita nuk ka lidhje. Ajo pjesë është veriu. Tani, Shqipëria është e madhe. ti ke frikë tani se mundet që të hash dhe ti tani në këtë kohë, ka që të trezuar. Se e di pse mendoj unë që është vështirë për ju.
Se ai ka marrë vendim, Flamuri, atë vendimin e ka marrë doktori, denoncimin e ka bërë onta, po ty të ka denoncuar gjë jo. Ja, unë akoma ja. Nuk Unë e mora faturë para 11 majit, se nuk blanë kandidat, kështu që Tani, doktori denoncoi, Flamuri mori denoncimin edhe bëri përjashtimin. Se numri 2 tani, ai bën përjashtimet e gjitha, edhe ai zbaton direktivat e doktorit. Tani që e takove Flamurin, ai bëri në një telefon. Jo më fare, përdesa... Njifesh me Flamurin ti? Me edhe miqësisht. Nga 10 herë në ditë nga pas marrë në telefon, kur ishim foltore. Të mërë të 10? Po, kur isha në drejtimin e rithemelimit në Durrës, 10 herë në ditë. Rithemelimin e bënje ti, këto foltoret në Durrës i bëgë ti? Po, i bëja unë. Kjo nuk është punë individuale, ma unë isha në drejtim, isha në udhëheqje atje. Në udhëheqje ti e paske merituar... Po, pse ke mbështetur, pse mbështete organizimin e Saljanit? Ai ishte qartë. Ja, tani këtu jemi. Duket që armiku kryesor tani në PD është Ervin Saljani, se ju po sulmojnë për shkak të Saljanit. Çfarë lidhje keni ju me Saljanin? Dhe a e mbështesin lëvizjen e tij? Si jeni lidhur me Saljanin? A mund na shpjegoni? Shiko, si herën e parë që dolëm në mbështetje të doktor Berishës, kur nisën foltoret, dhe dashe pa dashe më ngeli dhe drejtimin dorë, sepse isha nga zinxhiri drejtues i degës Durrës, isha i vetmi që ngela nga ana e rithemelimit. Si atëhere që folën për parime, folën me arsyetimin që partia që të forcohet, duhet të vlerësohen kontributet, duhet t'i mshojnë fort meritokracisë edhe institucional... Ore, gjitha këto i kuptoj unë se po këto i thoni lexojnë, janë letra që lexojnë kudo, në për mbledhje, në për kongrese, në për... Me të njëjtë... Edhe doktori këto thot sa herë del në konferencë, del 7 ditën në konferencë ai. I flet. Tani, pyetja ime është këtu. Ervin Saljani, o zotëri, se ju e keni ngrenë nga Ervin Saljani. Ska gjë. Ç'lidhje keni me Ervin Saljanin? Ja po të them unë ç'a lidhje kam me Ervin Saljanin. Me Ervin Saljanin kam pas vetëm në rrugë institucionale, madje duke qenë pjesë e rithemelimit, e shija edhe kështu me një sy tjetër, një sy militanti, se natyrisht që të merë të rëmben ajo ndjesia e militantit. Shije me dyshim. Po nuk është se e shija me një knajsi të madhe në atë kohë, kupton? Ishte ai shkopit. Po ishte shkopi që më mrapa me fjalë, ai shkopi u përkthy në i burgosur politik apo heroi demokracisë, si maj mund të shi fjalët se qa u cilësu në atë kohë. Unë nuk është se isha shumë i kënaqur kur u cilësonin këta, sepse ne ishim pjesë e rithemelimit. Na kishin qunë për plasje me 8 janar, edhe është për turpin e atyre që organizuan atë gjën me fjalë që 8 janari kemi pas rasten e Durrës ku djali ishte për jashtë apo vllai për jashtë, baba brenda. 8 janari ishte ai përpjekje për plasja brenda selis, po. Se unë kam dhe historina për qeshme atë kështu në tavolina private me Flamurin dhe me Gazbardhin, po nuk e di është vëndi këtu për t'ja përmendur. Ylli e di atë. Është vëndi që ti përmendi historitë private me Jo, në momentin që... Po ti je njëri publik. Jo, e di si është puna, unë jam njëri publik flet të regojnë gjerat. Vetëm përjashtim të gjerave këto private. Ratit, gjerat private, gjerat këto që nuk... Unë jam njëri publik, me thonë drejten, dhe mundohem të ruaj etikën edhe bisedat personale që kemi pas aty në raporte miqësore, mos t'i nxjerr, po me këtë aktin që kam bë këto, mus më ka ngel gjë tjetër, do më thonë se është një paburri që bon me këtë rast, edhe pabesi, sepse përveç institucionalisht ne kemi pas dhe një raport shumë të afërt me njëri tjetrin, duke qenë se edhe nevojën e kam pas shumë të madhe në atë kohë për mbështetje, dhe nuk ngel gjë tjetër vetë se t'ja dekonspiroj këto. Edhe më vjen me qesh shumë, do më thonë, kur njerëzit, edhe në për komentet e mija në rrjetet sociale, përmendin shkopin e Saljanit. Atëherë, po e bëj këtë hap me fjalë, e kam pas të dy përballë, edhe Gazbardhin, edhe Flamurin në të njëjtën kohë, kur ishte koha e dashurisë madhe që rrishin gjithë ditën bashkë. Edhe i kam bë pyetje, ore Flamur, se kemi edhe Gazin këtu, përveç aty në blindimeve, dyrëve, pse nollëm, se duhet ndollësin e ku di unë qa. Për pyetje qita ti? Po ta them, po ma ndërpreve mendimin. Jo, nuk të ndërpres gjë, jo. I kam bo pyetje si është puna, do më thënë, se shkun vllavrasje gjërat.
Pastaj po të them dhe i gjë tjetër, i thash se unë babën mekanike kam pas, nuk kam pas gjë. Sot kanë dalë mjete, do më thonë, bombla oksigjenit, vogla që shkon atje e pret atë derën e hekrit me kementeshat, apo e pret aty ke brava, dhe hynë mrena në qoftë se kishe qëllim me hynë mrena. Fillun duke qesh të dy dhe thoshin, ti e budalla fare me fjellë se ti skupton nga kjo punë, ne kishin për me boj qik zhurmë, se ti këshu se... Do me thënë, edhe kur përmëndi njerëzit shkopin e Saljanit, më vjen për qesha, më kujtohet ky episodi gjithmonë. Kështu që kam një gjë unë ke vetja ime që jam i udhëhequr shumë mbas parimeve dhe në politikë ndoshta s'funksionon kjo shumë. I udhëhequr nga parimet dhe nga mënyra se si Ervin Saljani po artikulon edhe për atë gjën që po shpalos në çdo dalje ti edhe me thënë drejtën bindi që duhet të bëhen pjesë e takimit të Zoti Pjetri, ju jeni me Ervin Saljanin? Absolutisht që po. Gjithmonë kam qenë Po nga dega e Durrësit për shembull, ka mbështetës Saljani? Atëherë, unë personalisht gjithmonë kam net në atë që kam menuar që është e duhur e Partisë Demokratike, edhe në përplasjen Basha Berisha, kam majtë qëndrim asnjë anës, kam thënë asnjëri as tjetri nuk meriton që të marrin drejtimin PDSH-s. Kjo punë nuk mund zgjidhet që të vi tiki ky që është dhe të vi dikush ishte para këtij, duhet të ketë figurë e re, dhe nga 2021 deri në 2025 në këtë qëndrim kam marrë. 2025 absolutisht që pasi rruga mori formë saktuar, doktorë e mori drejtimin PDSH-s absolutisht në fushat kundër Partisë Socialiste kam qenë gjithmonë. Por në luftën brenda llojit, paktën në 2 rastet jo. Tani, Saljani, unë nuk merrem me individin, kush është Ervini. Ervini ka historikun e vet, që ja din gjithë, por unë merrem me çfarë thotë dhe çfarë qëndron. Ervini me ne dhe me gjithë demokratët e Shqipërisë, kudo që kemi shku, kemi na bashkon vetëm një gjë, që duam të shohim Partinë Demokratike në pushtet. Secili prej nesh ka bërë një karrierë politike brenda PD-s, që do të thotë në rast mos suksesi ne rrezikojmë karrierën tonë që digjet dhe shuhet për gjithmonë, siç po ndodh në shumë raste, por po pam secili individualisht kjo punë nuk bëhet. Unë dua që të punoj dhe të jetoj në këtë vend. Edhe të jetoj dhe të punoj i lirë, sepse në këtë regjim asnjë s'është më i lirë. Por as brenda PD-s po ka më njerëz të lirë. Po s'patë siguri institucionale, është e pajetueshme. Mund të ndërhyjë, mund të bëj një... me Berishën je takuar ti pas foltores e pas gjithë tyre? Unë jam taku me Berishën një ditë përpara daljes listës për deputet. Natyrisht që duke qenë kontributor prej shumë vjetash aty, edhe ne kemi pas ato pritshmërit tona, kam hyrë një ditë para ke Berisha dhe më ka thonë jam në vërtetësi se kemi pasi i kam kërkuar që unë do doja të kandidoja për deputet, më tha jam vështirësi se kuota gjinore dhe aleatët e kam vënë vështirësi për këtë punë, pasi më parë kisha pas një bisedë tjetër, po kjo s'ka rëndësi. Unë, me thonë drejtë se prisha zemrën fare, e kapa në qafi, thash unë doktor nuk kam lind deputet, më kërkoj ty ke lista hapur, atë nuk e pranova me thonë drejtën, se për shumë arsye që nuk kam ndërmend ti përmend këtu, dhe kështu ndodhi që me thonë të drejtën e ktheva pak kokën me një anë, po gjithsesi domethënë unë duke qenë kontributor dhe nuk e shoh dot veten domethënë jashtë aktivitetit politik të Partisë Demokratike. Nuk e sheh dot? Jo, nuk e shoh dot. Po ku do rishi tani se në datën 23 maj do bën zgjedhje dhe doktori do bëhet kryetari i Partisë Demokratike. Dhe tani ju jeni preashtuar tani, kuptohet dhe ata nuk ju afrojnë me. Ne jemi preashtu si nga grupi i këshilltarëve të Partisë Demokratike. Aty nuk kanë cilësu që ne jemi preashtu dhe nga antarë. Po dhe ata automatikisht... Po mirë, do shohim zhvillimet. Ndoshta je vetë preashtuarës. Edhe unë vetë preashtuar, Mund të jesh vetë preashtuar. Po akti thot ndryshe. Shiko, do doja të bëja një ndërhyrje se ju shmangëm shpar pa dashje daljes doktorit, ku foli për qëndrimet tona në Këshill Bashkiak. Qëndrimet e mia në Këshill Bashkiak si opozitar, si kryetar grupi Këshilli, janë aty rekordet, po ndoshta doktori s'ka kohë të ndjeki çdo zhvillim që ndodh nëpër Shqipëri, aq më tepër në Këshillat Bashkiak që këta nuk i japin rëndësi fare,
por duke qenë aty rekordet, le t'i kthehet dhe të shohë qëndrimet e mia opozitare në Këshillin Bashkiak. Nëse është nevoja, unë mund përmend këtu të gjithë aktivitetin tim nga dita parë që kemi fillu, është konstituu Këshilli, edhe deri më sot. Por nuk po i numëroj unë, ato i kanë rekordet aty, unë dje i kam bë thirrje nga një media tjetër që të mbledhë këshilltarët e vet, ata që e kanë keq informu për këtë punë, të mbledhë këshilltarët e vet dhe të reflektojnë gjithë bashkë në nivel se unë nuk e meritoja këtë akt, akt paburërie kështu në këtë formë, se mund të ishte që t'u bonte një procedurë edhe unë kisha drejtën e mbrojtjes apo diçkaje. Po unë nga dita që kam lënë e kam lënë unë drejtimin e partisë, nuk kandidova, e kam lënë unë kur u hap garë, nuk kandidova, edhe këtu pastaj Drejtimin e PD-s Durrës. Drejtimin e PD-s Durrës. Tani, më kemë... Jo, mund ta vazhdoj. Jo, s'ka ka. Pra, e thuaj që... Jo, më vazhdo. Jo, s'kam që vazhdoj unë, se unë ty të kam tjerë për të... Qefmbetja filloi që në momentin që unë nuk u futa ngarë për kreun e partisë Durrës. Në takim në zyrë të Flamurit më thot, me fuqi tjetër, ulesh ke ai Kolltuku kur je kryetar. Ore, kush je ti që mi heq mu kontributet më vë? Kontributet e mia, se ju thatë që unë jam baraz me, do më thënë, që nga 35 vjetë, që kur është themelu partia, nuk kam qenë me funksione, po jam familje djathtë, i ka nga kryetar si e masin kontributin këta, me pozicione? Flamurin duhet perspektiv, po Flamuri nuk ka për... Flamuri është emocional si njëri. Flamuri është emocional si njëri... Se ti mendon që ka emocione Flamuri? Ka emocione negative. Ata them dhe i gjë tjetër dhe pastaj e mbylla fare pastaj. Edhe vendimin që kam marrë aty, unë jam shumë i bindur e kam marrë në moment emocional. Nuk du ta banalizoj... Marë Flamuri edhe? Po jo, e kam marrë... Shiko. Denoncimin, thot doktori, po ti e dëgjove doktorin që ata tani, denoncimin e kam bërë unë ta. Dhe po bëri denoncim doktori, po bëri denoncim doktori të pleshton dhe Trumpi, ore. Thanë edhe këtë tjetërën, që ka ardhë propozimi ka 3 muaj nga dega. Edhe pyetja është pse pikërisht tani? Sepse ju kishin gjetur në drek me Saljanin. E atë desha me të thënë. Atë ditë kanë do të pleshtim. Ata e kanë parë me njërë drekën, ore. Dreka ka shku në mënyrë private ka ta. Po. Problemi është këtu që unë... Dy gabime, edhe drek dhe ka organizu aktivitetin. Shiko, drekën e ke tanishme. Dreka është para ditën që ka dalë akti më. Ditën e aktit dreka morë zëtëri. Tani problemi është që... Brënda, gabime. ta ka ngën drekën, ka të marë aktin. I ishte hedhur akti lartë. Ata bojnë shpjegimin tim? Po be. Shiko, ne ato drekat i kemi, nuk ishte as i qëllim dreka dite. Unë isha në punë time edhe kisha harru drekën fare, po drekat i kemi periodike me këto çunat. Jemi gjithë shok partije që na shpuqe dhe muhabeti dhe herë na thret njëri, herë na thret tjetri. Dhe ishte drek komplet normale, pa diskutime politike mrena dhe pas një... Spontane. Ishte spontane. Tani, unë nxitu Flamur Noka... Ishte në një figurë aty, doktorin e Flamurin. Flamurin se keni nxjerrë asnjëherë. Dhe në nxjini vetëm ne këtu, se Flamuri ishte figura aty. Unë nxitun figura e vendit. Unë nxitun që akti të dalë pa mbaruar dreka jonë. Ne ta marrim njoftimin, pa mbaru dreka. Pa mbaru dreka ju e morët... Do me thënë ju e morët mandatin brenda drekës. Dhe une kam... Sa u panë me këta? Saljanin, në drekë? Une kam një shpjegim. E kupton e kanë ngrenë brenda drekës. Une kam një shpjegim. Ju ka shit dikush brenda. Jo, s'ka rëndësi, ne ishim vend publik, ma. Po në vend publiko, drekën... Ne nuk shkojmë qife me mërti, se s'kemi asnjë problem me Saljanin dhe me këdo tjetër, edhe me Flamurin, ke njëti lokal kemi net. Kush di sa herë. Po... Flamurin lejohet dreka. Me Flamurin lejohet, po pa tjetër. Tani, ditën e 23 maj ju do hyni në këtë proces dhe tani se doktori, për të zgjedhur doktorin, se doktori do zgjedhë tani aty. Shiko, takimet me Ervinin, shqetësimin kryesor që kemi ngritur është mos funksionimin e institucionit të Partisë Demokratike në tërësi. Pastaj ne i gjejmë emra, Flamuri, doktori, tjetri, po është komplet institucion që nuk funksionon. Unë personalisht e shoh po dënë si bashkësi njerëzish që aksioner ka... Je duke më thënë mua tani si drejtohet Partia Demokratike. Më lërë ta marroj atë. Si aksioner që janë gjithë anëtarët e saj dhe CEO ose drejtues, menaxheri i kësaj kompanie është leadershipi. Unë kam kalu komplet hapat
mrena partisë, nga antar, kryetar seksioni, grup seksioni, kryetar dege. Kur isha antar, garantimin kisha kryetarin e seksionit, kontributit tim. Kur isha kryetar seksioni, kisha kryetarin grup seksionit. Kur isha kryetar forumi, kisha kryetarin e Shqipërisë forumit. Kur jam kandidat, kisha drejtuesin politik të qarkut. Garant të punës time që kam bën fushat. Dhe çanon. Kjo gjë tani nuk po funksionon më. Zoti Burgia dhe Zoti Boshku janë përjashtuar me pretendimin që ka punuar për PS. Po kjo nuk është detyrë për që ta thotë sekretari i përgjithshëm ose sekretari i BDSH. Po kryetari që ta thotë drejtuesi politik i qarkut dhe deputetët e zonës. Unë isha deputet dhe unë ndjej detyrim moral që të dalë dhe të flas të vërtetën siç e kam parë unë. Por, siç e them unë publikisht, duhet ta thotë drejtuesi politik i qarkut. Bashkë me deputetët që sot janë deputetë parlamentit, deputetët në... Ata nuk e thonë. Nuk mund ta thotë sekretari i përgjithshëm punën që ka bërë Zoti Burgia me Zotin Boshkun në këtë palëzgjedhje. Dhe kjo është ajo gjë më frikshme që po nosi. Ç'a ndodhi me Zotin Boshku Burgia, do ndodhi me të gjithë. Dhe kjo kërkon një reagim të Kjo është mënyra thua ti që po drejtohet Partia Demokratike. Nuk funksionon institucion. Del doktori, bën denoncimin, flamuri bën aktin dhe mbaron filmin. Nuk i takon fare, ka një hierarki kjo punë. Ka një hierarki. Nëse mund t'i bëj pyetje, nëse Durrësi është një zonë tipikisht e djathtë. Edhe shumë interesante se si në mënyrë graduale aksi ose preferenca elektorale e këtij qarku është vendosur ka e Majta. Pa qa është duke ndodhur atje, ndërkohë që e Majta udhëhequr nga Rama, se Rama ka i kohë gjatë që udhëheq PS-n, ka thithur figurat djathtë. Për shembull dhe Dako i djathtë ishte në një farë kuptim. Juve e djatha zyrtare, PD-ja është duke ju përjashtuar. Qa është duke ndodhur atje? Pse Durrësi është vendosur Majtas? Sipas jush. Shiko, këto janë disa zhvillime që ka ndodhur në Durrës, dalë edhe nga analiza që, me thonë drejtën, pseudo-analizë që u bojnë qytetin e Durrësit. Unë e kam ndjekur analizën që u bë tani së fundmi në degën Durrës, e kam ndjek nga larg, pasi kemi gjithë strukturat që mund t'i pyesim. Fajin ja kanë vu Edi Ramës vjedhjes zgjedhjeve. Vjedhjes blerjes votës është element ky që Durrësin e ka spostu Majtas, sepse siç e kam deklaruar edhe më përpara kur isha në drejtim, ata nuk lënë gjë, socialistët nuk lënë gjë pa bërë në fushat. Nuk lënë gjë, domethënë, e punësime, legalizime. Blejnë vota. I blejnë votat me këto mënyra. E kupton, në një fushat ishte i blejnë votat me buxhetin e shtetit, me fondet e tërmetit. Ka edhe nga ata që i çojnë thesën e millit. Do të gjenë mënyrën. Por mos i hym këtu. Jo, një sekond. Po se nuk është në interes të publikut. Sepse ne jemi në një moment ku këta kanë ikur. Qofse këta kanë ikur, tani këta ç'a do bëjnë? A do shkojnë Majtas? Jo, po këta s'kanë iden për Majtas, me sa kuptoj unë. Jo. E para. E dyta, dhe me thënë, problemi... Fati madh që ka PDSH e Shqipërisë. Problemi thelbësor këtu... Ore, çështja është, a e kupton ti që ndodh? A i thot, ju nuk do të kandidoni, thot ti Salianit dhe të tjerëve. Tani, këta kanë prerë çdo kelizë përpjekje të Salianit në këtë rast, në rastin e Durrësit, është përpjekje të presim këta, sepse rrezohet Durrësi, bie Durrësi. Dhe gjitha kjo, na marrin Durrësin, shpatën armiq të PS-s pastaj, të PS-s vjen këta. Bile, edhe Saliani, armiq të PS-s, pastaj Saliani edhe i Suel Qela e ka kë. Suel Qela si tjetër, të gjen ai grupin armiqësor ku ke kaluar të jetë gjitha. Çështja është te qëndrimi këtyre tani, mendoj që të mos rrim shumë këtu, edhe të mbarojmë. Ju tani jeni përballë një vështirësie të madhe. Doktori në datën 23 e përsëritur në zgjidhjet kryetar. Ai ishte aty. Vëreni edhe një doktorin që nxorën portretin e fundit, që ta shikojnë Zoti Burgia dhe këto, që e kishim aty ku e ke. Ky është. Do jetë aty, sa të ketë ymër, sa të ketë jetë, 1 minutë. Dhe tani, ju do jeni me këtë zotri, sepse ai ju preu këtë të Salianit, thotë, do të rishikojmë ta, tha dhe njërë të rishikojmë. Akoma nuk, do më thënë edhe mund të akthej vendimin, po në qoftë se ju mund të shani Salianit, se duhet e këshumo, dhe kjo ju merë me njerë.
Dhe ju vë në vëndet të rëndësishme. Ja, ku e keni? Tani do jeni me këte zotri që keni këtu, apo që do bëni ju? Kjo është njëra pyetje dhe pyetja tjetër, a do të vjoni të ushtroni mandatin si këshilltar të pavarur dhe mbarojmë këtu. Se pastaj jeta vazhdon ju tres prapun. Se popullata nuk duron do të gjatë, kupton? Sa i përket pyetjes sa do jemi apo nuk do jemi aty Me atë. me doktorin, me thonë drejtën deri tani kemi pas vetëm thyrje besimi. Sot që po flasim na është thyllë edhe dinjiteti. Pa vu dinjitetin tim në vend, nuk mund diskutoj me kë do jem. Edhe çështja Saljanit nuk është çështje emri, është çështje parimesh, është çështje të asaj që Saljani artikulon, të asaj që thot. Siç kam qenë mbështetës i doktor Berishës në atë kohë, që finalizoi me statutin shumë të mirë të 11 dhjetorit që u mbush stadiumi plot, jam edhe sot me Saljanin për atë që artikulon. Do vijoni të jeni si këshilltar të pavarur? Unë do jem këshilltar, opozitar në Këshillin Bashkiak Durrësit, mos të Por jo më i Partisë Demokratike se ai të ka përshtuar. Më i Partisë Demokratike, po kam frikë se ato këshilltarët që janë atje të Partisë Demokratike do vinë mas meje dhe do prapë do jem kryetar grupi. Zoti Pietri, fjalët e fundit dhe të kaloj në një pikë të vetme që kam unë me zotin. Atëherë, në lidhje me vazhdimin e rrugtimit me zotin Saljani, unë kam një përgjigje. Unë personalisht besoj shumë të bashkimi qytetar, të bashkimi njerëzve të lirë. Qartë. Ka një rrugë që do kohën e vetë, sepse këtu përdorën mekanizma manipulimi pa fund, që të manipulojnë opinionin, por kjo punë fillon të marrë reformë, sepse çdo cep të Shqipërisë, sallat tona janë plot. Që do thotë, tu nuk ka histori se kush është për kryetari PD-s nesër. Kryetari PD-s nesër do jetë kush do përcaktoj antarësia e Partisë Demokratike. Dhe këtë nuk e përcakton asnjë lloj individi, përfshi doktor Sali Berishën. Antarësia do përcaktohet çdo moment. Ju falenderoj ndërkohë, po ju do të dëgjojmë tani të tre bashkë, do pyesim zotin Patjetër. Nazarko. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar Osmanin. Dhe tani Osmanin, nuk i quan shpallin e zgjedhjeve, dekretin. Ka rrëzuar dekretin e presidentes Osmani. Po tani që ndodh, pse ka rrëzuar që është tek zotin Nazarko dhe që ndodh tani? Ka dy interpretime. Një që është rrëzuar Osmani nga një institucion si gjykata kushtetuese që në Kosovë si rregull kontrollohet nga amerikanët. Ky është një interpretim. Një interpretim tjetër është që dekreti i saj e vuri në lëvizje gjykatën kushtetuese dhe ajo si arbitër mori atë vendim që mori. Çfarë është thelbi i atij vendimit? Me dy fjalë, është që, shiko, Kushtetuta e Kosovës nuk e ka parashikuar një situatë në cilën ka ndodhur zgjedhjet e parakohshme, ato që ndodhin 28 dhjetor. Dhe për këtë arsye, Parlamenti i Kosovës nuk ka patur mundësi t'i bëjë 60 ditë për ta zgjedhur presidentin. Kështu që po ju japim dhe 34 ditë kohë që të tentoni ta zgjidhni presidentin. Dhe në gjykimin tim, ky vendim është një kompromis midis Kurtit dhe Osmanit. Në pikpamje legale është një kompromis midis Kurtit dhe Osmanit. Dhe i jep mundësi Kosovës, jep një mundësi të madhe që të shmang vajtje në zgjedhjet e parakohshme. I jep mundësi për një kompromis jo thjesht mes këtyre dy figurave, po edhe me opozitën. Pra do të ketë tentativa tjera për të zgjedhur presidentin apo presidentën. Unë mendoj, nisur nga interpretimi asaj çfarë duket, po edhe nga eksperienca ime e lidhur me Kosovën, unë mendoj që duket që urat mes Osmanit dhe Kurtit nuk janë thyer përfundimisht. Që do thotë, Kurti ndoshta, Kurti e ka sulmuar atë nëpërmjet ushtrisë vetë digjitale, por jo në vetë parë. Kurti vetë nuk ka dalë në vetë parë. E ka sulmuar dhe zonja Gërvalla, natyrisht me lloj përbajtje, por jo ai në vetë parë. Kurti vetë nuk do zgjedhje. Kështu që ndoshta ka hapësirë që të bëhet kompromis. Nga këndvështrimi i interesit Kosovës, Kosova nuk ka interes të shkojnë zgjedhje. Për shembull, vetëm për të Osmani ka patur një takim të ri me Rubio, i cili është anulluar. Ai nuk mund të takojë dikë që është në ditët e fundit të mandatit vet. Pra Kosova po humb për shkak të kësaj krize të përsëritur, të vazhdueshme, po humb lidhjen me votën. Por dhe Vjesa Osmani duket ka humbur përfundimisht. Jo, unë nuk mendoj që ka humbur përfundimisht, unë mendoj që ai skenar, cilin unë kam propozuar. Po të këja tha ne nuk e votojmë. Kush e votoi? Tha sot. Po më duket sot. Unë nuk di të them, nëse
në gjykimin tim, skenarin cilin opozita vetë e propozonte Osmani, blidhte firmat për të, ishte një shah ndaj Kurtit, sepse në realitet, Osmani do të ishte armikja kryesore e Kurtit, por nga pozita e presidentit. Pra në këtë kuptim, ajo do të ishte aleate e opozitës. Në qoftë se opozita nuk e bën këtë, atëherë opozita ndoshta shpreson të shkojë përsëri zgjedhje. Por unë nuk mendoj që ky është interesi i Kosovës. Kosova duhet patjetër të arrijë kompromis për ta zgjedhur presidentin. Se është turp ky. Brenda një presidentin ose presidentin. S'ka rëndësi kush tjetër. Duhet kompromis sepse është turp. Shko, Kosova është krijese. Ore, turpet këta e kanë ngërë me buk ti thua tani, kudo. Këtu te ne, turpin e kanë ngërë me buk. E qartë, por shko, një nga lobistët më të mëdhenj të Kosovës, i thoshte, shikoni, është shumë e vështirë, i thuar ca amerikanëve, që udhëhiqen nga Trumpi, që shiko se ne po bëjmë zgjedhje për herë të tretë. Edhe nuk e dim se kur do mbarojnë zgjedhjet, a do ta zgjedhin prapë presidentin apo jo. Është një situatë çmendurake kjo që po ndodh. Kështu që nga këndvështrimi i interesit kombëtar, interesit Kosovës, duhet arritur kompromis. Kjo është ç'a besoj ju, kjo ç'a uroj ju. Kompromis. Por në Kosovë gjendjet që po kalojmë, keni gjithë ato kohë pa qeverisje, pa qeveri, pa zgjedhje, pa gjithë problematika tregojnë një konstrukt shumë të dobët të politikës kosovare. Absolutisht. Unë e kam quajtur papjekuria atë, për zgjedhur term të butë. Çon ujë në mollirin e serbëve. Është lëvizje të pakujdesshme. Ata duhet i merrin këto vendime, ju keni shumë të drejtë, por mua më duket që ata jo vetëm nuk i marrin interesi tani i secilës palë, që nuk bën asnjë lloj kompromisi. Kjo është absurde, sepse... Sa unë bush 27 vjetë, sot është... Po, 27 vjetë nga bombardimet e NATO-s në Kosovë, në Jugoslavi, se u bombarduat Jugoslavi, u bombarduat dhe... Dhe pse kanë kaluar 27 vjetë nga bombardimet, ata nuk mësojnë asnjë gjë. Nuk mësojnë, nuk kanë kuptuar se çfarë dhurate madhe gjeopolitike ka qenë bombardimi i NATO-s në Kosovë. Shikoni çfarë po ndodh se diskutuam pjesën e parë çështjen e Iranit. Trumpi nuk po e merr dot mbrapa, ose paktën në thirrjen e parë, nuk po e merr NATO-n për të mundësuar kalimin e anijeve në Hormuz, i cili është i lidhur me naftën, me gazin, me plerat kimike, me një biznes qindra, mijëra, miliardësh që kalon nga ajo ngushtica. Dhe NATO nuk po e ndjek Amerikën. Ndërkohë që në 1999 NATO-ja e udhëhequr nga Clintoni e ndoqi Amerikën për të çliruar Kosovën. Dhe këto janë nga ato lloj gjëra që ndodhin një herë në histori, nuk ndodhin, janë papërsëritshme. Jo ndogji, po Clinton dhe NATO e bëri këtë, bëri bashkë, sigurisht. Clintoni punoi që të arrinte një front përbashkët, i mbajti bashkë dhe grekët dhe italianët që ishin kundër bombardimeve, u përdor nga pak edhe Rugova, i cili thoshte prit se ndoshta duhet tentuar paqja. Ai ishte i kushtëzuar, nëse mbani mend nga Milošević, ishte i marrpeng në shtëpinë e tij, por ajo që ti përmend me shumë të drejtë është fakti që Kosova nuk e kupton cila është konjunktura ndërkombëtare. Kjo konjunkturë ndërkombëtare, kur mund të mbyllet konflikti Rusi-Ukrainë, kur bota është e angazhuar me konfliktin në Iran, është një situatë e tillë në cilën Kosovës i duhet të ketë një figurë që të komunikojë, që të ketë marrëdhënie të mira me Amerikën, me Perëndimin, që nuk e ka këtë. Nuk e ka këtë. Vjosa Osmani ishte një figurë e cila ishte ura e vetme e komunikimit me Perëndimin. Për hir të vërtetës, mos jemi kategorik, Kurti ka filluar të jap shenja arsyeje. Mori një vendim të fundit. Do ditë e fundit do të. Do periudhën e fundit. Mjafton kjo. Ajo është një lloj parathënie se ai do të sillet në mënyrë më të arsyeshme se sa që sillen përpara. Ju jeni një njohës mjaft i mirë i Kosovës, i situatave atje, i gjendjes atje, nga që edhe keni afër njerëz shumë të rëndësishëm dhe keni punuar me ta. Ç'është mendon se ndos tani me 5 fjalë dhe ta mbyllim? Po, unë mendoj që në qoftë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëpërmjet ambasadës, e cila për i vërtet nuk ka qenë aktive, ne shikojmë dhe në Shqipëri. Amerikanët nuk janë aktive. Nuk janë më aktive dhe kur t'i heqë Amerikanë nga këtu, që do ndodhë? A do t'i vën gishtin kokës ata? Po, shiko, ata nuk i vën gishtin kokës. Nuk i vën. Unë mendoj që opozita ati është interesu për zgjedhje.
Dhe në rast se Zgjedhje të reja, në zgjedhje të reja, pa e zgjedhur Kështu president. që aty mund të bëhen zgjedhje çdo 2 javë gjithmonë. Pa e zgjedhur president, po, sepse janë të njëjtat rrethana që Qartë. do ta pamundsoj. Dhe në atë skenar, qofse shkohet në zgjedhje, do të kemi kryetarin e parlamentit që bëhet ushtruese detyrës së presidentit dhe Vjosa Osmani do të hyjë në politikë aktive. A do hyjë me LDK-n? A do krijojë një listë më vete? Unë mendoj që ajo është një faktor i fuqishëm elektoral. Qartë. Edhe po dalë listë më vetë ajo do të Qenë edhe pak me dhe do ta Osmanin ti. kuptoj, jo, nuk është fare ashtu. Jeti me presidentin përgjithësisht. Ja, presidencialist. Kur ishte president ai aty, Mejdani, edhe atje, ky tjetri. Pacolli. Pacolli dhe këtu me shiko, Mejdanin, këshilltar Mejdan, po kësha shiko, këti, dhe në vendet- qofse zgjedh ajo ti shkon prapa atje dhe na le këtu rrugëve. Jo, Nuk vjen për- nuk, po bëj shaka tani. Ajo nuk i do, ajo Vetë- ka marrë ka një këshilltar nga Shqipëria, jo, ka këtë ish deputetin e PD-s që po e ndihmon, Krishtik Çollaku. Çollaku. Por unë mendoj që ajo, dhe ky është skenari që mund ndodhë, do të ketë zgjedhje, ajo do të hyjë në politikë dhe ajo do t'i marrë nga Kurti, kjo është frikë e Kurtit. Pse? Votat, do të marrë vota nga Marri votat e pjesës Kjo është propendimore kjo është për në të ardhmen. të vendosjes. Me të falenderoj shumë për se si ndenjën të dy pjesët, dhe dytën dhe tani të tretën. Falenderoj shumë zotin Burgia dhe zotin Pietri. Faleminderit, unë uroj që të ndodhe mira, por aty doktori është. Pak optimizëm duhet se mira do vinë. Jo, po është me optimizmi im, mirë. edhe optimizmi im, edhe Realizmi. jo, kjo tjetra. Ska realizëm nga çështja perceptimi. Jo optimizmi. Pesimizmi. Pesimizmi. Nuk është se krijon në një situatë, unë thjesht bëj këtë emision dhe të ju pyes. Ju falenderoj shumë. Nderuar teleshikues, ky është emisioni ynë për mbrëmjen e sotme. Ne ndarë në 3 pjesë, ne u përpoqim t'ju thoshim ndonjë gjë. Dhe besoj ju thamë, faleminderit shumë, shifemi javën e ardhshme. Natën e mirë.